A mund të vlej jeta e një njeriu sa një brok bakri, po sa një grusht barë në një livall të shkelur? Nëntor, 1918. Një kohë kur në malet e shpatit, kufiri mes jetës dhe vdekjes përcaktohej nga tyta e një pushke Mauser. Sot, do të gërmojmë nën rënojat e një historie të përgjakshme që nisi me një debat banal për kullotën dhe përfundua në një masakër zinxhir. Nuk do të flasim për shifra apo dokumentet ftohta. Do të flasim për një prit të ngritur në errësirë, për një dyluftim të egër trup me trup ku kafshimi në fytyrë la një shenjë të pashlyeshme dhe për urdhrin vrastar që ende bën njehon, bjeri se tiku. Përgatiturit të hyni në mendjen e atyre që drejtësia i quajti gjakpirësit e valshit. Nëntor, 1918. Fshati Valësh, Elbasan. Në një livadh me misër, gjithçka nisi për një sharje grash dhe një konflikt kullote. Jani Çullhaj nuk kërkoi pleqësi. Ai mori pushkën Mauser dhe doli në ar. Dëshmitari okular Qamil Rystemi, vetëm 18 vjeç, pa diçka që do t'i mbetej në mendje gjithë jetën. Teksa Jani shënjestronte viktimën, vllai i tij Koçi nuk po e ndalonte. Përkundrazi, Koçi qëndronte me pushkë në dorë dhe i bërtiste me zë të lartë. Bjerri se tiku, shpejt se tiku. Tre të shtëna grisën heshtjen e Valshit. Dyli u plagos dhe tentoi të ikte me zvarritje, por urdhri i Koçit ishte i prerë. Dyli dha shpirt në kasolle. Ky ishte krimi i parë i dy vëllezërve që drejtësia e kohës i quajti gjakpirësit. Pas vrasjes së parë, vëllezërit Çullaj nuk u dorëzuan. Ata u bën latitant, hije që fshiheshin në pyjet e dendura të shpatit. Por ndërsa ata qëndronin maleve, ligji nisi të godiste aty ku dhemte më shumë, te pasuria. Kryeplaku Sul Panxhi, duke zbatuar urdhrat e administratës italiane, hyri në oborrin e tyre. Imagjinoni skenën. Gratë e shtëpisë Çullhaj duke bërtitur, ndërsa xhandarët nxirrnin nga stalla 3 qe dhe një kal. Gati 150 kuintal drith u sekuestruan si dëm shpërblim për gjakun e derdhur. Nga malet, vëllezrit shihnin shtëpinë e tyre që po thahej. Ata nuk e shihnin veten si fajtor, por si viktima të spionit Sul Panxhi. Urrejtja po zihej ngadalë. Nuk ishte më thjesht gjakmarrje, ishte mbijetesë. Ata kishin mbetur pa bukë, pa mall dhe pa nder. Tani, pushka e tyre kishte një emër të ri mbi shnjestër. Kërshor, 1919, vendi i quajtur Franken. Një pritë gjakftoht në rrugën për Elbasan. Koçi Çullhaj doli nga pas mureve të arave dhe qëlloi nga një distancë prej vetëm 1,5 metër. Kryeplaku Sul Panxhi ra i vdekur në vend. Por nipi i tij, Cani Qosja, bëri atë që askush nuk e priste. Ai u hodh mbi vrasësin. Në një mundje të egër për jeta vdekje, Canja e mbërtheu Koçin prej fyti dhe, në dëshpëri me sipër, e kafshoi fort në faqe. Ky kafshim do të bëhej vula identifikimit në gjyq. Dhjetor, 1919. Një ushtri e vogël prej 80 xhandarësh dhe vullnetarësh rrethuan qifliku në gjinar. Brenda, vëllezrit ishin gatë për luftë, me armët e shkurtuara në duar. Nata u ndez nga flaka e 100 pushkëve. Tensioni ishte në kulm, por kur panë se nuk kishin asnjë rrugdalje, vëllezrit hodhën armat.
ata bën teslim. U dorzuan. Ngusht 1920. Gjykata e Elbasanit nuk pati mëshirë. Prokurori i quajti njerëz gjakpirës që nuk u mjaftuan me vrasjen, por edhe e zhveshën kufomën e kryeplakut. Për vrasjen me paramendim dhe gjak të ftohtë, Koçi Çullhaj u dënua me vdekje. Jani u dënua me 15 vite burgim të rënd. Drejtësia u vendos, por me një kosto prej 222 frangash ari, që pasuria e tyre e sekuestruar duhej ta paguante. Kjo ishte historia e vëllezërve Çullhaj, një dëshmi rëngjethse se si ligji, sado i vonuar, troket gjithmonë në derën e krimit. Unë jam historiani, dhe kjo ishte ngjarja që hap serin ton, krimet nga e kaluara. Një udhëtim në skutat më të errta të historisë son, ku çdo dosje e pluhurosur fsheh një tragjedi që pret të zbardhet. Nëse kjo histori ju preku, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni. Na ndiqni në episodet e radhës për të zbuluar të tjera sekrete të mbuluara nga koha. Deri atëherë, dëgjofshim vetëm lajme të mira.